Vetëm 2 javë në ndaj nga finalja e madhe 15 qershorit dhe gara në ferma VIP po bëhet më e ashpër se kurrë. Ha mëj Sara që mam qefe atë belin. Pas një prajmi të mbushur me emocione, debate dhe largimin e Indrit, fermerët hynë sonte në natën e 20 me një objektiv të vetëm, të sigurojnë një vend më afër çmimit të madh. Thyrje e rregullave nga disa prej protagonistëve më të spikatur të fermës solli pasoja të menjëhershme. Zhaku, Iliri dhe Sara ndodhen tashmë përballë një televotimi që konsiderohet ndër më të fortit e këtij sezoni. 3 emrat që kanë prodhuar histori, debate, aleanca dhe përplasje për gjatë javëve të fundit do të jenë përpara publikut, i cili do të vendosë se kush meriton të vazhdojë rrugëtimin. Ndërkohë, marrëdhëniet mes fermerëve mbeten të tensionuara. Debatet dhe akuzat e ndërsjella kanë krijuar kampe të qarta brenda fermës, ndërsa afrimi i finales po i bën të gjithë më të kujdesshëm dhe njëkohësisht më luftarak. Nga ana tjetër, as këtë mbrëmje nuk do të mungojnë surprizat që rikujtojnë se për te lojës, fermerët po jetojnë një eksperiencë që i vë shpesh përballë emocioneve të forta. Me finalen që po afrohet me shpejtësi dhe me një televotim që mund të ndryshojë rrjedhën e lojës, fermerët do duhet të përballen jo vetëm me rivalët, por edhe me gjykimin e publikut. Kush do të hedhë një hap më pranë finales? Përgjigjet do të vinë sonte në orën 21 në një prime që premton emocione, surpriza dhe zhvillime që mund të ndryshojnë gjithçka vetëm në ekranin e Vision Plus.